والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا أما بعد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e Tij dhe të dërguarin e Tij dhe të përzgjedhurin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Allahut i lutem duke thënë: O Allah, o Zoti im, ne prej Teje o Zot kërkojmë xhenetin, e sa të jemi gjallë o Allah na e mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të sillemi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, e sa të jemi gjallë o Zot na e mundso që të ruhemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për ne për të dënuar në zjarrin e xhehenemit. O Allah, o Zot i gjithësisë, bëje këtë takim dhe këtë tubim të falur dhe të mëshiruar. O Allah, o Zoti ynë, mos lër në mesin tonë njëri pa e fal, pa e mëshiruar dhe pa ja përmirësuar dhe rregulluar dhe lumturuar jetën e kësaj bote. O Allah, o Zoti ynë, ne kërkojmë prej Teje o Zot të na dhorosh dije të dobishme, të na mundësosh sa të jemi gjallë punë të mira, e të na furnizosh o Allah me furnizim halal dhe të pastër. O Allah, o Zoti ynë, na e mundëso që të fitojmë kënaqësinë Tënde dhe xhenetin, e na ruaj o Zot prej zemërimit Tënd dhe prej zjarrit të xhehenemit. O Allah, o Zoti ynë, kërkojmë prej Teje dhe të lutemi si për gjërat më të mira që është lutur Muhamedi alayhi salatu wasalam, dhe kërkojmë mbrojtjen Tënde o Zoti ynë të na ruash prej çdo gjëje që të ka kërkuar mbrojtje i dashurit dhe i dërguar yt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tema për cilën do të flasim sot, që do të jetë edhe e fundit për këtë seminar, titullohet Familja me vlerë. Pse kjo temë dhe pse i është kushtuar rëndësi? Faktikisht, njeriu në jetën e kësaj bote, jetën e tij e zhvillon në familje. E duke qenë se njeriu e zhvillon jetën e tij në familje, kjo do të thotë se pjesa më e rëndësishme e jetës së tij kalon në familjen e tij. Allahu i Madh, Zoti i gjithësisë, e kthen familjen në një mini xhenet në këtë botë, po në momentin që humb rolin që duhet të ketë familja, kthehet familja në terr, kthehet familja në ferr, Zoti na ruaj. Dhe nëse ka përgjegjës kryesor për këtë situatë, janë dy: burri dhe gruaja, bashkëshorti dhe bashkëshortja. I Madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famëlart ka zbritur një kapitull, një sure që e ka quajtur Ali Imran. Ali Imran është kapitulli i 3 në Kur'an, pra është El Fatihaja, pastaj vjen El Bekare, pastaj vjen Ali Imran. Ali Imran, çfarë do të thotë në gjuhën shqipe? Do të thotë familja e Imranit. Pra i Madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an ka përmend rastin e një familje të shëndosh. Dhe rasti i kësaj familje të shëndosh është familja e Imranit. Bëhet fjalë për gjyshin e Isait alayhi salatu wasalam. Pra një familje e cila funksionon me gjysh, me gjyshe, me dhondër, me nuse, me nipër dhe me mbesa. Kjo është familja që don Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo është familje që e kënaq Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe mesazhi kush është? Mesazhi është shumë i qartë.
Një musliman i mirë dhe një besimtar i mirë është ai i cili ka një familje të rregullt dhe ka sukses në familjen e tij. Dhe në momentin që njeriu dështon familjen e tij, sado që të jetë i suksesshëm në jetë, mund të ketë biznes, mund të ketë post të rëndësishëm udhëheqës, apo mund të ketë një numër të madh admiruesish prej njerëzve, në momentin që ky njeri ka dështuar në familjen e tij, ky është i dështuar sado që të jetë i suksesshëm në jetë, sepse ka dështuar në bërtham. Dhe njeriu, nëse është i suksesshëm në familjen e tij, mirë po dallgët e jetës dhe sfidat e jetës dhe sprovat e jetës nuk i kanë dhënë sukses, faktikisht ky është njeriu i suksesshëm. Suksesi i njeriu në Islam matet me suksesin e tij në familjen e tij. Dhe dështimi i njeriu matet me dështimin e tij në familjen e tij, sado që të jetë njeriu i suksesshëm në jetë. Kështu që një musliman i mirë, një besimtar i mirë është dhe duhet të jetë një familjar i mirë, ose përndryshe do të thotë se ky njeri ka probleme me imanin edhe me besimin e tij. Një moment tjetër interesant nga libri i shenjtë Kur'ani famullar është se i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an ka përmendur të gjitha shkaqet dhe arsyet që e kthejnë familjen në këtë botë në një familje me vlera dhe me rëndësi. Të gjitha shkaqet dhe arsyet që e bëjnë familjen që të jetë familje një xhenet ose para xhenet. Dhe për këtyre fakteve dhe argumenteve dhe këshillave dhe porosive që i madhi Zot ka dhënë në Kur'an, ne do të shkëputim disa ajete kuranore. Një ajeti i surës Ar-Rum. Pra është një kapitull në Kur'an që quhet Ar-Rum ose Bizantët. I madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu në këtë kapitull përmend mrekullitë dhe argumentet e Zotit, sepse ka njerëz që duan për Zotin të gjejnë argumente dhe fakte. Dhe i madhi Zot Allahu xhalla xhelalu aty numëron fakte dhe argumente dhe mrekulli që tregojnë se kjo botë nuk është produkt i rastësisë, as nuk është se ka ndodhur kështu çuditërisht në një moment pa pas një planifikim, po ka ndodhur me lejen e Zotit. E kështu Zoti i madh Allahu xhalla xhelalu numëron fakte dhe argumente dhe mrekullitë e tij dhe thot ndërto wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Prej argumenteve dhe mrekullive të Allahut është se Zoti për ju krijoi bashkëshortën tuaj dhe mes jush Allahu vendosi dashurinë, mëshirën dhe qetësinë, prehjen. Ky është një fakt dhe një argument i pamohshëm për njerëzit që logjikojnë. Pra i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu lidhjen martësore, jetën bashkëshortore e bëri si një mrekulli të Zotit. Se në momentin që Zoti thot, Allahu është ai i cili futi dashurinë, mëshirën, qetësinë dhe prehjen mes njëri tjetrit, mes jush, si ndodhi kjo punë? Kush e krijoi? Si erdhi? Ajo që ne i themi sot dashuri, si lind dashuria? Si zhvillohet? Çfarë formule ka dashuria? A ka ndonjë, si më thën, ilaç caktuar për dashurinë, që do thotë në një moment caktuar nëse unë ftofem me gruan time, shkoj ta marr atë ilaçin do të më kthehet dashuria? Apo është diçka që ka të bëjë është krejt punë e Zotit? Që Allahu xhalla xhelalu e jep dhuratë gjithë secilit, pastaj është gjithë secili prej nesh përgjegjës për këtë dhuratë. Ose e mban, e ruan dhe kujdeset dhe e kultivon, ose do tregohet neglizhent derisa të vijë një moment që kjo dashuri të vyshket, kjo dashuri të thahet, po kjo dashuri ndoshta edhe vdes krejt, apo të kthehet dashuria Zot na ruaj edhe në urrëtie. Ka pas raste që kanë thonë njeriu që urrej më shumë është burri, ose njeriu që urrej më shumë është gruaja. Pse? Çka ka ndodhur? A nuk kishin këta njerëz? Kush i martoi me zor këta njerëz? Askush. E deshën njëri tjetrin dhe u martuan. Çfarë ka ndodhur? Nuk ditën që ta ruajnë këtë mirësi të Zotit, këtë begati të Zotit, nuk ja dhën hakun. Thot Zoti, prej argumenteve dhe mrekullive të Zotit, është se Allahu për ju krijoi bashkëshortën tuaj dhe mes jush Zoti futi dashurinë e para gjë. Dhe këtu fjala dashuri nuk është përdorur fjala që përdoret zakonisht në gjuhën arabe. Zakonisht në gjuhën arabe për dashurinë thuhet el-hub.
Për këtë arsye i thon të dashurit Habib. Habib i dashur. Ndërsa këtu Allahu nuk ka përdor këtë term. Ka përdor mawadda. Dhe fjala mawadda në gjuhën arabe do thotë një dashuri krejt tjetër nga dashuria e zakonshme që mund të ketë njeriu për njeriu, apo që mund të ketë njeriu për zanatin, apo që mund të ketë njeriu për diçka tjetër. Është krejt e veçantë, është mrekulli e Zotit. Sepse nuk është linjë logjike që vjen vajza në një moment të jetës saj, sakrifikon babën e dashur, sakrifikon nënën e dashur dhe të dhimbshur, sakrifikon familjen, sakrifikon jetën, sakrifikon traditën, sakrifikon gjithçka dhe shkon tek një familje krejt e huaj për të, tek një mashkull krejt i huaj për të, tek një bab tjetër krejt i huaj për të, tek një nën tjetër krejt e huaj për të. Pse? Si ka mundësi që të ndodhi kjo punë? Allahu, Zoti i Madh. Zoti i Madh. A ka mundësi që ti ta shkëpusësh një fëmijë nga gjiri i familjes me vetdije? Shko ti, merr një fëmijë në moshën 10 vjeçare, me vetdije shkëputet nga nona dhe baba, çfarë bëhet? Çfarë bëhet nga nona dhe baba për ta ruajtur fëmin, dhe çfarë bëhet nga fëmia për të mos u shkëputur nga nona dhe nga baba? Ndërkohë që vjen një moment i caktuar i jetës që fëmia me kënaqësinë më të madhe sakrifikon non, bab, vlla, motër, ndoshta dhe vendin ku ka jetuar, ndoshta dhe shtetin ku ka jetuar në emër të kujt? Në emër të dashurisë. Kush e krijoi? Nga erdhi? Kush është formula? Allahu xhallal xhelalu. A nuk është ky argument i mjaftueshëm për njerëzit që logjikojnë? Pra njëri që ka dy parë mend në kokë e kupton, prit më vëlla se kjo është prej Zotit, nuk mund të jetë kjo diçka njerëzore. Është prej Zotit të Madh, prej Allahu xhallal xhelalu. E që një familje duhet të ketë vlera, duhet që në familje të mbizotërohet dashuria. Humbet dhe vyshket dashuria, do të thotë se kjo familje ka filluar të rënohet dhe familja ka filluar të humbi vlerat e saj. Është mrekulli e Zotit që Zoti e jep dhuratë çdo çifti. Nëse kujdeset dhe e mban dhe e ruan, familja ka përqenë suksesshme dhe ka përqenë familja një xhenet i kësaj bote. E nëse njeriu nuk i kushton rëndësi, vallahi bilaj është i puna e dikujt që e pati një xhevahir, po nuk ja diti vlerën dhe e hodhin plera se tha po më rëndon dorën. E njeriu pastaj duhet të punojë shumë që të kthehet edhe herë ajo dashuri, pastaj kthehet apo nuk kthehet, kjo pastaj ka nevojë për trajtim të veçantë. Që një familje të ketë vlera sipas këtij ajeti kuranor që ne sapo cituam, është se në familje duhet mbizotërohet mëshira. Duhet mbizotërohet mëshira, dhimbshuria. Ne e tham pak më herët se ke të bësh me një femër e cila për ty ka sakrifikuar gjithçka. Ti për të ke zënë vendin e babës, ti për të ke zënë vendin e nonës, ti për të ke zënë vendin e vllajt dhe të motrës. A është normale që këtë sakrificë në thojza që ka bërë kjo grua për ty mos ta vlerësosh, mos ta trajtosh me mëshirë? Çfarë mashkulli, çfarë burri je ti që gjithë këtë sakrificë të madhe njerëzore që kjo femër po bën për ty, ti ta zhvlerësosh, ti mos t'i kushtosh rëndësi, ti mos ta mëshirosh, ti mos t'i gjendesh pranë kur ajo ka hall dhe nevojë, ti mos ta ndihmosh kur ajo ka nevojë për ndihmë, ti të shkosh dhe të qetësohesh me shoqëninë, apo nëpër internet apo nëpër takime, çajesh apo kafesh, ndërkohë që kjo grua ka nevojë për fjalën e mirë, ka nevojë për një mbështetje. Mendoje një herë sikur të ishte vajza jote, gruaja jote. Mendoje një herë sikur dhondri jot të sillej me bien tate siç po sillesh ti me gruan tënde. A do doje ti që dhondri jot, ai që do të marrë nesër apo pas nesër vajzën tate, ta trajtonte vajzën tënde dhe bien tënde ashtu siç trajton ti bashortën tënde? Jo, nuk do të dojshe. Ti do të dojshe që dhondri yt të ishte një dhondër ideal, i cili ta don gocën, i cili ta mëshiron gocën, i cili gjendet pranë gocës tate, shpirtit dhe zemrës tate. Atëherë edhe kjo gocë që sot është nusja jote, është goca e dikujt, është bia e dikujt, është motra e dikujt. Dhe të është besuar ty si amanet. Të është besu si amanet. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në një nga
ligjëratat e tij të fundit të jetës së tij. Shifsa është shumë interesante. Një nga ligjëratat e tij të fundit të jetës së tij, që do të thotë njeriu si rasti i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, njeriu i cili erdhi për të ndryshuar historinë e njerëzimit, njeriu në cilin Zoti xhella xhelalu e dërgoi si mëshirë dhe rahmet për gjithë botrat, po mban një nga fjalimet e fundit të jetës së tij. Zakonisht burrat e mëdhenj dhe burrat që mbartin mbi shpatullat e tyre misione të mëdha dhe mesazhe të mëdha, gjërat më të rëndësishme i lejnë për në fund. Dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam mesazhet e tij më të rëndësishme i ka lënë në fund të jetës së tij. Dhe një nga amanetet dhe mesazhet e fundit të jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë ky, dëgjoje. Istawsu bin nisa'i khayra, fa innakum akhadhtumuhunna bi kalimatillah. Ju porosis dhe ju lej amanet. Ky është amaneti i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ju porosis dhe ju lej amanet që të silleni mirë me bashkëshortet tuaja, se i keni amanet prej Zotit. E keni marrë me besë të Zotit dhe me leje të Zotit. A nuk ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ai i cili tha: khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli? Më i miri në mesin e besimtarëve është ai që është më i miri me bashkëshorten e tij, dhe unë jam më i miri me bashkëshortet e mia. Nuk tha më i miri në mesin tuaj është ai që ka bë gropën, venin grop duke bë namaz note. As nuk tha më i miri në mesin tuaj është ai i cili agjiron një ditë po një ditë jo. Pavarësisht se ne e dim se çdo të thotë namaz natë në Islam, dhe pavarësisht se ne e dim se çdo të thotë agjirosh një ditë po një ditë jo në Islam. Po pejgamberi sa sem tha diçka tjetër komplet. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më i miri në mesin tuaj është ai që është më i miri me bashkëshorten e tij. Pse? Sepse në momentin që je i mirë me bashkëshorten tënde, do të thotë se fëmijët do të rriten shëndetshëm. Fëmijët do të jenë me një karakter të plotësuar. E si pasojë, mirësitë që i vinë shoqërisë për njeriu i cili është të plotësuar në karakterin e tij, janë më të mëdha se sa thjeshti kur falesh për vete namaz natë. Pastaj namazi natës apo agjërimi nuk bien ndesh. Po shumë prej njerëzve kujtojnë se punët e fesë dhe adhurimet vullnetare janë më të rëndësishme se çështjet familjare. Islami s'e ka thënë këtë. Punët e familjes, interesat e familjes janë më të rëndësishme tek Zoti dhe e kënaqin më shumë Allahun xhel xhelaluhu se sa adhurimet vullnetare që mund bëjë njeriu e në emër të tyre sakrifikoj interesat e familjes. Thot Zoti xhel xhelaluhu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Zoti mes jush krijoi dashuri, krijoi mëshirimin për njëri tjetrin. Pra nëse do që të ketë një familje me vlera dhe të shëndosh, duhet të ketë mëshirim për njëri tjetrin. Pse ky koncepti i mëshirimit? Koncepti i mëshirimit është sepse njeriu kur martohet dhe kur krijon familje, ka një koncept bashkëshortësie ideale. Ndërkohë që jeta bashkëshortohet përplas me një realitet krejt tjetër. Njeriu duhet të jetë realist, jo idealist. Që do të thotë, zotni i nderuar, nëse ti nuk je perfekt për veten tate, mos kërko që bashkëshorta jote të jetë perfekte. Zonjë nderuar, nëse ti nuk je perfekte në vetë si person, atëherë mos kërko që burri yt të jetë perfekt. Jeta kështu është. Dikush ka një tmet, dikush ka një gabim, po dikush tjetër ka edhe një huq. Çfarë duhet bëjmë? Plotësojmë njëri tjetrin. Plotësojmë njëri tjetrin. Për këtë arsye dhe i madhi Zot Allahu xhel xhelaluhu kur e krijoi Ademin alayhi salatu wassalam, më njëherë mbas krijimit të Ademit krijoi dhe bashkëshorten e tij, që do të thotë se njeriu nuk mund ta kalojë jetën normal nëse nuk ka një familje në gjirin e së cilës ai jeton. E njeriu është normal që të ketë mangësi dhe tmeta. Këto tmeta mund të jenë pak më shumë tek burri apo mund të jenë pak më shumë tek gruaja, mirë po njeriu shef interesat e përgjithshme. Njeriu shef atë që synon ai të ndërtojë në jetë dhe nuk duhet merret me vogëlsina. Ka shumë gjëra në jetën bashkëshortore që quhen vogëlsina, mirë po është një krijesë e Zotit që quhet iblis.
E ky iblisi, këto vogëlsina në jetën bashkëtorë, i zmadhon, e njeriu për gjona shumë të vogla mund shkojë në ekstrem. Pse? Sepse shejtani i zmadhon. Ka thënë pejgamberi sa në hadithin e saktë se në çdo ditë shejtani e vendos fronin e tij mbi oqean. Dhe i vinë shejtanët nga të gjithë bota dhe i raportojnë. I vjen X shejtan nga filan vend dhe i thotë ju vuna filanit derisa piu alkol. Thotë mirë, s'ke bëna gjatë modhe. I thotë ju vuna filanit derisa rani moralitet. Thotë mirë, s'ke bëna gjatë modhe. Thotë ju vuna filanit derisa boni këtë. Thotë mirë, s'ke bëna gjatë. Vjen një shejtan nga X vend, thotë ju vuna filan çifti derisa i ndava. Derisa u divorcun. Në atë moment iblisi thot hajde. Zbret nga froni i tij, heq kurorën dhe e ul për disa momente dhe çaste në fronin e tij me kurorën e iblisit në kokë. Thot ti ke bë punë. Ti ke bë punë, thot. Kjo është punë e vërtet, kjo është puna jonë. Shkatrimi i familjes. Për këtë arsye nuk është normale që në jetën bashkëtorë të merremi me vogëlsina. Dhe vjen një moment pastaj kur njeriu i analizon se çfarë i ka bë vetes, si e shkatroi familjen, thot mos, për çfarë u bë zhurma, për çfarë u bë problemi dhe pse përfundum në gjykat me divorc. Pse? Për gjëra të cilat s'kan sens. Amo shejtani i ka zmadhu. Shejtani i ka fryr gjithmonë, derisa njeriu pastaj ka filluar ajo tatpjeta. Po filloi tatpjeta, si më thon, po u ça muri pak, vazhdo vetë, nuk ka nevojë më me majt. Hapet derisa shkatrohet gjithçka. Kështu që nuk duhet me i lënë vend kujt shejtanit në jetën bashkëtorë. Një ajet tjetër kuranor ku i madhi Zot Allahu xhelle xhelalu flet për familjen dhe mënyra se si funksionon familja është Suratul Tahrim. Është një kapitull në Kur'an që quhet Tahrim. Tahrim çdo të thotë. Tahrim do të thotë të bërit haram diçkaje. Dhe normalisht që kjo sure ka një arsye për të cilin ka zbrit. Dhe po të futesh në komentarin e Kur'anit dhe të shohësh pse ka ndodhur, çka ka ndodhur që zbriti kjo sure Kur'ani, për ta thënë me pak fjalë dhe shkurt, ka ndodhur një zëng, fiksoje këtë. Ka ndodhur një zëng mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe bashkëshortëve të tij, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha un pasha Allahun x gjë s'kam për ta ngrënë më, ndërkohë që ajo ishte halal. Zoti tha ja ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. O profet, pse ti ja ndalon vetes dhe ja bën haram atë që Zoti ta ka bërë halal? Çfarë, për të kënaqur bashkëshortet e tua? Megjithatë Allah është falës i madh dhe është shumë i mëshirshëm. Pse e dhash këtë shembull? Që të jetë një familje me vlera dhe një bashkëshortësi e mirë dhe e suksesshme, patjetër duhet të ketë probleme. Po, prezenca e problemeve në jetën bashkëshortore është shenjë e shëndetit. S'ka familje pa probleme. Familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas edhe ai shqetësimet e veta dhe problemet e veta me bashkëshortet e tij. Atë çfarë kërkojmë ne? Ne kërkojmë perfektësi, s'ka perfektësi. Dhe nuk mund shpëtohet njëri nga problemet familjare. Është normale që të ketë probleme familjare. Është normale që të ketë zënka, është normale që të ketë hatërmbetje, është normale që në momente të caktuara të ketë edhe allnime. Është normale që në momente të caktuara të ketë edhe ndonjë çok apo goditje. Çfarë problemi ka? Jeta vazhdon. Ku është problemi? A nuk jemi ne dëshmitar të faktit se si prindërit tanë për shembull më herët e përdornin atë që thon pleq ka dalë për xhenetit, edhe jeta bashkëshortore vazhdonte. Pra mos kërko një jetë bashkëshortore pa probleme. Kur kush kërkon një jetë bashkëshortore pa probleme, do të thotë se nuk e ka kuptuar konceptin se si funksionon një jetë bashkëshortore. Është mos e normale të ketë probleme. Është mos e normale të ketë ankesa.
Është më së normale në momentet caktuar të ketë hatërmbetje e tjerë. Çfarë problemi ka? I mençuri dhe i urti di si t'i kaloj problemet. Le të japim një rast nga jeta e sahabeve. Një burr kishte bërë llafe me gruan e vet. Ai shumë ishte mërzit, themi ne, i kishte ardhur shpirtin më të hunës. Fehuna thonë. Edhe çfarë më bë, sa po shkoj ka Omerit, konsultova me Omer ibn Khattabin. Domethënë kishte shku në fund, si mas ti ku zbajte mo uj pilafi. Shkoj ka Omer ibn Khattabi, ke shtëpia e Omerit, futet, aq i mërzit ishte, saqë e kaloi atë gardhin e shtëpisë, Omerit se kishte mendjen, edhe kështu aq shumë ishte i mërzit, aq shumë, saqë u afru, derisa u afru afër dritares Omerit. Kur ngjon shtëpitë Omerit gruaja e Omerit, ja kishte ngrit zonën Omerit. Ti se ke bokte. Ky shkreti, po troq. Po kështu mrapshe, ke parasysh? Omeri padi një hije ke dritarja dhe më një herë dolin der, kur e pa këtë robi sa po kalon te gardhin, i tha filan. Tha le, tha hajde, çfarë ke tha? Ja më tha s'kam gjë, tha ti gjë ke tha, po hajde, si është puna. E i tha u prisi besimtarëve, tha me thon drejt tha bona llafe me gruan tha dhe më erdhi mo tha nuk e mbajsha mo. Edhe thash ta bësh një konsulencë me ty. Kur ngjojën ty tha ty për bërtisë gruaja tha. Thash me vete. E pas e mor ujë dhen. Edhe Omer radiallahu ta'ala e kuptoi dhe tha, e di si është puna tha, këto gra tha po na bëjnë fëmijë. Këto gra po na përgatisin gjithçka. Këto gra tha na i ka dhënë Allahu xhelel xhelalu në amanet. Pse mos i durojmë tha kur ato mërzitet me ne. Omeri, ai Omeri që ke parasysh kush ishte Omeri? Ai burri që kur kalonte në një rrugë edhe shejtan arratiseshin për asaj rruge, megjithatë kur vinte puna me gruan ishte njëri i logjikshëm. Ai Omeri që për Zotin e madh, kur i fliste dikujt i dridheshin leqet e këmbëve. A e dini ju se kur ka marrë pushtetin Omerin në Medinë 2 vjet, s'ka ardhur një gjykat më anku? Për Zotin e madh është transmetimi sakt. 2 vjet kur Omer ibn al-Khattabi është bë halife, nuk ka shku një gjykat më anku. Pse? Sepse Omeri ishte shumë hierën. Sa që Omeri e kapi situatën, o tha, o është rregullu puna, o ka diçka që s'ka. Edhe i thonë ato Omer, me thonë drejtën, njerëzit kanë hijen e këtë rëndë. Atëherë tha Omeri çështjet e gjykatës do ja lej Aliut, radiallahu ta'ala anhu. Edhe filloi jeta zhvilloi normalisht. Ky Omeri kaq hierën, në shtëpi ishte kredo Omer tjetër. Në familje ishte kredo Omer tjetër. Për këtë arsye ka pas thonë Omeri, ky burri i madh i historisë islamit, thoshte, nuk plotësohet, gjë sa e bukur është kjo. Thot nuk plotësohet burrnia e burrit derisa në shtëpi të gjithë anëtarët e familjes të lozin me të. Allahu akbar. Ti a shtëpis mund të jesh kush të dush ti. Në shtëpi ti je baba dikujt, në shtëpi ti je burri i dikujt, në shtëpi ti je vllai i dikujt, në shtëpi ti je biri i dikujt, nuk i intereson askujt se kush je ti jashtë mureve të shtëpisë. Në shtëpi dikush ka nevojë për bab, dikush ka nevojë për bir, dikush ka nevojë për vlla, dikush ka nevojë për burr, për bashkëshort. Atëherë nuk ka familje pa probleme. Kush kërkon familje pa probleme, themi ne nga anët tona ja ka fut kot. Sepse një familje pa probleme do thot njënën për 2 gjonave. Ose ka aq shumë probleme sa që i kanë myt probleme dhe s'po dallojnë më ku janë probleme. Kjo mund të jetë e para. Dhe familje pa probleme do të thot e dyta, pra ka një mundësi, ose i kanë myt problemet. E dyta, nëse do një familje pa probleme, do të thot se nuk ka familje zotni. Është normale që të ketë probleme në familje. Është normale. Puna është si di njeriu ti menaxhoj shqetësimet që vijnë në familje, sepse jeta kështu është. Jeta ka sprovat
e vetat. Që një familje të jetë familje me vlera dhe suksesshme, duhet që problemet që janë jashtë familjes mos të futen në familje. Çfarë do të thotë kjo? Është e vërtetë që ti për shembull ke një punë shumë të vështirë, të kanë heqë prej pune, ke bë llafe me shefin, të kanë zbrit në detyrë, apo je ngjit ke marrë një përgjegjësi shumë të madhe që ke pas më përpara situatën në kontroll në dorë, tani e bë përgjegjës, e bë shef e ku dëgjon etj. Ose mund të kesh probleme kontrolli, ose mund të kesh probleme me shtetin, ku dëgjon etj. Gjitha këto probleme nuk duhet të depërtojnë në familje. Që do të thotë, kur e mbyll derën e shtëpisë, edhe hallet lej jashtë shtëpisë. Nuk ka pse të stresohen fëmijët me stresin tat. Nuk ka pse të stresohet bashkëshortja me stresin tat. Nuk ka pse të vujnë të tjerët me vujtjet e tua. Çfarë ka gruaja se ti ke bë llafe me shefin, edhe rri. Çfarë ka? Çfarë ka fëmia? Kush ta ka fajin? Ata duan normalitet. Po pse është kaq problem kjo punë? Po kështu nis o vllajm, kështu nis problemi. Pak këtu, pak kënaqësi. Bëhet keq puna. Mos i fut problemet e jashtme brenda shtëpisë. Lëri në momentin që e mbyll derën e shtëpisë, edhe problemet lej jashtë shtëpisë. Dhe mos u bëj se ai robi i çuditshëm, i cili jashtë shtëpisë bëhet dele dhe qingj, dhe në momentin që mbyll derën e shtëpisë kthehet në ujë dhe në luan. Ka njerëz të çuditshëm. Kur i tako i dashur, i qetë, i buzëqesh, thonë ky është subhana melek. E kur ky tipi e mbyll derën e shtëpisë, e heq atë manton e melekut, dhe kthehet një i vrazhd, i zym. Thu që është përpara ushtrisë. Thu që tani do të fillojë betejë. Thu që është u fut në luftë. A kështu ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? A nuk thot nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kur e pyetën o nënë e besimtarëve, a na trego se si sillej pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam shtëpi? Çfarë tha? Kana fi ma'unati ahlihi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam momentin që futej në shtëpi ishte në shërbim, Allahu akbar. Pejgamberi i Zotit, i dashur i Zotit, udhëheqësi i shtetit, komandanti i ushtrive, kryetari i gjykatës lartë. Gjitha postet më të rëndësishme ai kishte, megjithatë kur futej në shtëpi ishte në shërbim të familjes tij. Po, nëse ishte puna për të miel delet shkonte i milte, nëse ishte puna për të fshi shtëpinë, e fshinte, nëse ishte puna për të arnoste, pejgamberi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte njeri i përkryer dhe i përzgjedh nga Zoti xhalla xhelaluhu. Jo më kot Allahu xhalla xhelaluhu tha, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Keni për shembull Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Keni për shembull në çdo gjë, edhe në familje, në mënyrën se si i trajtonte problemet, në mënyrën se si e trajtonte bashkëshortën apo fëmijët e tij, apo në çdo gjë ai ka qenë shembull sallallahu alaihi wasallam. Që një familje të ketë vlera ka dy zgjidhje. Zgjidhja e parë është që të jetë vendbanimi me lajkeve. Po, shtëpit janë dy lloj shtëpish. Shtëpi që banojnë në të me lajket dhe shtëpi që banojnë në të shejtan dhe dreqnit. Ti menoje shtëpinë tate, kështu si që ke sot. Kjo shtëpi, si që ke ti sot, mund tjetë vendbanim i dreqnitve dhe i shejtanve, apo mund tjetë vendbanimi me lajkeve. Pse e them këtë? Sepse ndikojnë prezenca e melajkeve, krijesat më të mrekullueshme të Zotit, krijesat më të bekuara të Zotit dhe më të mira të Zotit, nëse janë në një shtëpi, ndikon kjo në harmoninë familjare, në harmoninë e jetës bashkëshortore, në zbutjen e zemrave etj. E nëse në një shtëpi kanë hyrë dreqnit dhe shejtan, nga i pari i tyne deri tek i fundit i tyne, është normal që të ketë zëmka, të ketë probleme, të ketë halle dhe siklete, kështu me radhë.
E si mund të jetë shtëpia jonë në shtëpi që është vend banimi me lajkeve? Po, ka disa gjona. Një, le t'i përmenim, s'duhet ketë qenë mrena. Në momentin që ka qenë, dalin me lajket dhe futen drejshnit dhe shejton. 2. Nuk duhet ketë foto dhe portrete dhe fotografi të varura, se në momentin që i varen mur dhe i vune rreth e përqark, dalin shejton, dalin me lajket për asaj shtëpie dhe futen shejton dhe drejshnit. Duhet që sa herë të futesh në shtëpi dhe sa herë të dalësh për shtëpi të përmendesh emrin e Allahut, sepse njeriu kur ecën dhe zhvillon jetën e tij, shoqërohet nga një grup me lajkesh që e ruajnë. Po bashkë me grupin e me lajkeve ka dhe një grup shejtansh që i rrin gati. Njeriu. Dhe në momentin që njeriu futet në shtëpinë e tij dhe thot Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna, shejtani me grupin e shejtanëve që ka mrapa thot naloni se na u myll rruga për këtë shtëpi. S'futen më shejtan në këtë shtëpi. E nëse ti kur futesh në shtëpi, as përmend Zot, as si gjë, as nuk thua si gjë, ato thonë ejani se na u hap rruga për të futur në këtë shtëpi. Kur ti ulesh me hangër bukë dhe thu Bismillah, ato shejton që janë mrena, se ti ndoshta ke përmend Allahun, por kanë hyrë shejton tjerë në shtëpi, se kur ka hyrë gruaja se ka përmend, ose kur ka hyrë fëmia se ka përmend, kanë hyrë tjerë ndoshta. Në momentin që ti thu Bismillah, ato shejton që kanë ngel në shtëpi thon mos, ngelen pa hangër dhe pa pi. S'ka vend më për ne në këtë shtëpi, o burra dalim që të gjejmë vend tjetër. Përmendja e Zotit xhelaluhu. Atë shif, shtëpia jote është vend ku rrin me lajket, apo është vend ku e kanë bërë vend banim drejtënit dhe shejtan. Dhe ne kemi shumë pjesë në merit, ose kemi shumë pjesë në faj në lidhje me këtë çështje. E dyta, se tham janë dy gjëra, butësia. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin transmeton nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu bi ahli bejtin khayran, ja'ala fihim ar-rifq. Nëse Allahu i madh i do hajrin dhe të mirën një familje, ju jep aty në butësin me njëri tjetrin. E nëse Allahu i madh nuk ja don hajrin një familje, fut në mesin e ty në ashpërsim. Ti shife, se Zotit ka bot butë, në raportet e tua me bashortën tënde me njerëzit të shtëpisë, do të thotë se Allahu ty të ka beku dhe familjen tënde ka beku. E nëse ti ashpërsi, për çdo gjë ashpërsi, për çdo gjë mërzitje, për çdo gjë urdhra, për çdo gjë ndalesa, zhurmë, do të thotë se Zoti i Madh e ka heq bekimin e tij nga ajo familje. Dhe ne kemi pjesë shumë të kjo gjë. Në merit apo kemi pjesë shumë në faj, Zoti na fal edhe na mëshiroft. Nëse duam që familja jonë të jetë një familje me vlera, duhet që ne punët me Zotin t'i kemi mirë. Se po i patëm punët me Zotin mirë, i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu, edhe jetën e kësaj bote ka për na botë të marrë dhe të mirë. Se ne ndonjëherë kërkojmë problemin larg, kush ma ka fajin, vjerra i ka fol gruse, ku dëgjon, po kush ma ka fajin, fajin vjerri thot mua se sa ai ka fol, ai ka shti keq burrit për mua etj, ndërkohë që ne harrojmë që ndoshta mund të jetë esenca e gjithë problemeve është largimi jon prej Zotit xhalla xhelaluhu. Argumenti i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an në surën Nahl thot: Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Gjojë çfarë thot ajeti? Kush bën vepra të mira, duke qenë besimtar ose besimtare, ne ati në këtë botë do të garantojmë një jetë të lumtur, ndërsa në botën tjetër do të shpërblehet si për veprën më të mirë që ka bërë në këtë botë. Allahu çfarë tha? Kush bën vepra të mira, duke qenë mashkull ose femër, burr ose gru,
ne atij në këtë botë do t'i garantojmë një jetë të lumtur. Pra Zoti më thotë që po i patë punët mirë me mua, pra me Allahun, edhe jetën familjare Zoti më ka për ta rregulluar. Jetën bashkëtorë Zoti ka për ta rregulluar. Për këtë arsye thoshte njëri prej burrave të moshëm, prej sahabëve thoshte, kur unë i bëj ndaj gjunah Allahut, e shoh reflektimin e gjunahut tek sjellja e gruas ose tek sjellja e kafshës. Pra mpriqen punët, hik marrësia. Ata rregulloj punët me Zotin, se Zoti ka të rregulluar punët kudo që ti jesh. Dhe mund të jetë problemi mes nesh dhe Zotit që s'po na ecin ndoshta punët marr edhe në familjen tonë. Atëherë njeriu duhet të shohë errësi ka punët me Zotin, se ndoshta kemi shkel diku me Allahun, e Allahu na ka heq mirësinë dhe begatinë nga familja. Argumenti i dytë është në surën Taha, thot Zoti xhalla xhelaluhu: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kush i kthen shpinën Allahut dhe fesë Zotit, Allahu atij do t'ia bëjë jetën në këtë botë të vështirë. Atë kush i kthehet Allahut dhe fesë tij, Allahu atij jetën ka për të bërë të mirë dhe të lumtur. Atë sa më afër Zotit dhe sa më mirë me Zotin, aq edhe më mirë i madhi Zot ka për të rregulluar punët tona në jetën bashkëshortore. Që të kemi një familje me vlera dhe që të jetë një familje e cila kthehet në një mini xhenet në këtë botë, përpara se të shkojmë në xhenetin e ahiretit, duhet që jetën bashkëshortore mos ta lejmë kurrë të plaket. Si të plaket? Ka nevojë vazhdimisht për rinovim. Që do të thotë, vazhdimisht si burri dhe gruaja duhet bëjnë sjellje të tilla që e rigjenerojnë jetën bashkëshortore. Pse është e rëndësishme kjo pjesë? Dhe ku e ka marrur këtë pikë? Ka thënë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam: "Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb, fajaddidu imanakum." Tha imani dhe besimi vjetërsohet tek njeriu ashtu siç vjetërsohet rroba. A mund të rri robi gjithmonë me rrobë? Nuk mund të rri. Pse? Se griset, bëhet pis, ka nevojë për etj. Vesh rrobë të re gjithmonë. Kështu edhe puna e imanit dhe besimit. Nëse imani dhe besimi ka nevojë gjithmonë për rigjenerim, edhe jeta bashkëshortore ka nevojë gjithmonë për rigjenerim. Ndryshoj metodikat, ndryshoj sjelljet, ndryshoj jam me atë të vjetrën, ndryshoj. Ka ndryshuar, tani do të më çu mesazhe, do të më çu lule, mesazhe do të më ndryshoj edhe ti, ec me kohën. Mos e lër jetën bashkëshortore ta ketë ymrin 30 vjet apo 40 vjet apo 50 vjet. Në çdo moment duket sikur je martu sefte. Në mënyrë se si sillesh, në mënyrë se si ledhaton, në mënyrë se si e trajton, në mënyrë se si e kënaq, në mënyrë se si i bën dhuratat, në mënyrën gjithmonë mundohesh të bësh bidate, risi. Bidat në kuptimin e mirë. Në kuptimin e mirë të fjalës. Kuptimin e mirë të fjalës. Dhe për gjonave që e bëjnë jetën bashkëshortore gjithmonë të re dhe e rinovojnë marrëdhënien në çift, do të përmendim disa pika për shembull. 1. Të jesh i aftë dhe të zotërosh mirë artin e takimit dhe artin e ndarjes. Arti i takimit, a erdhe në shtëpi? Arti i takimit thotë të jesh i buzëqeshur, mundësisht në paraqitje më të mirë, lodhjen dhe sikletet dhe hallet ti kesh hudhur mas shpine dhe ta takosh gruan tënde. Jo thjesht ta takosh, ti zgjasësh dorën, po takim. Po kështu dhe arti i ndarjes, a do të dalësh për shtëpi? Po do të dalë për shtëpi. Atë kur dalësh për shtëpi ti je i buzëqeshur. Qa hallë, qa nevojë, qa duhet bijë kur të kthehemi, kur dëgjon etj. Edhe të bësh ndahesh me të mira. Të fiksosh mirë dhe të zotërosh mirë artin e puthjes. Na bone halal. Kjo është një e vërtetë që duhet të thonë. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam sa herë i takonte gratë e tij i puthte. Edhe kur dilte për në xhami i puthte, dhe kur ishte në Ramazan i puthte.
Se dikush tha, po çfarë hoxha është, ai tha, i mësa rupsi me pull gratë. Dhe kur në Ramazan, ma gjërin. Për njëri prishet, nëse është si puna jonë nuk prishet. Shkova diku me majt një ligjerat. Këtë ta themi si për pauzë. Shkova diku me majt një ligjerat. Edhe ai hoxha kishte thonë, më thoshte, më kishte çuar një mesazh dhe thoshte të lutem, përgatit një temë për jetën bashkëshortore. Po mirë thashun, ti je shefi i kësaj pune dhe përgatit atë temë, më ashtu se s'kisha bën më me përgatit. Kur shkova te xhamia ishte bush xhamia plot. Dhe kishin ardhur ca burra kështu me namuz. Njerëz që kishin qenë lufte, ku ti qenë të tjerë. Dhe unë vazhdova atë që më kishte thonë hoxha. E në fund fare, pastaj kur marroj, aty nuk kishte ngel hatri. Thot, ne erdhëm me ngjur ligjerat, nuk erdhëm me ngjur kështu muhabet. Kështu që na ba halal agadum. Kthehemi në temë. Kjo ishte reklam, tani kthehemi prapë në temë. Pauzë publicitare. Rinovimi i jetës bashkëshortore është atëherë kur ti i jep hakun shtratit. I jep hakun shtratit. Gruaja është martu për burr, nuk është martu me pas një vlla plus. A do t'i themi gjonat ashtu se që janë? Apo të bëjmë sikur kemi tur për njëri tjetrin dhe të flasim gjonat përgjithshme? Unë nuk jam për gjonat përgjithshme, jam për gjona konkrete. Po kështu dhe gruaja duhet i japi hakun shtratit. Nëse duam jetë bashkëshortore të suksesshme, nëse duam familje me vlerë, shtrati ka pozicionin më të rëndësishëm në një jetë bashkëshortore të suksesshme. Në një familje me vlera, shtrati ka pozicionin më të rëndësishëm, e përsëris këtë. Sepse fundja fundit, një prej sebepeve që njeriu martohet, kush është? Përveç 1, 2, 3, 4, 5 është dhe shtrati tani, mos bëjmë tani si burrat nërshëm. Shtrati është esenca biles. Kështu që duhet me i dhon hakun. Duhet me i dhon hakun shtratit. Dhe mundësisht vazhdimisht ketë rinovime, vazhdimisht ketë mënyra, vazhdimisht ketë trajtime të reja. Mjaft më ato klasike, tradicionalet. Gjërat ecin me kohën. Po, njëri duhet lexoj, duhet ulumtoj, duhet pyesi. Mirë. Që jeta bashkëshortore të ketë gjithmonë vlerë dhe gjallëri dhe që ka të bëjë me rinovimin e jetës martesore dhe jetës bashkëshortore është se njeriu duhet që patjetër në familje të ketë takime familjare. Që do të thotë, familja duhet ati që për ditë premte ndargët, për shembull xhuma ndargët, ulen gjithë antarët, nuk ka mungesa. Gjehet një orar ku ulen gjithë. Dhe diskutojnë dhe bëjnë muhabet dhe trajtojnë hallet, problemet, shqetësimet e të gjitha, sepse jeta zhvillohet në atë mënyrë që ndoshta nuk i bie të gjithë antarëve të familjes të ulen bashkë. Dikush është në punë, dikush është me turne, dikush është në shkollë, dikush është me provime, dikush ka ikë larg ku dëgjon etj. Duhet të ketë paktën një herë në javë një takim familjar. Trajtohen problemet, hallet, sikletet ku dëgjon etj. Dhe duhet të ketë takime specifike dhe të veçanta private mes burrit dhe gruas përveç atij të shtratit. Duhet që burri me gruan të ulen një herë, me një tjetrin vetë të diskutojnë hallet dhe problemet. Çfarë shkon, etj. Dhe kjo e bën jetën bashkëshortore më të mirë dhe më të suksesshme, inshallahu taala. Mos hiq dorë nga romanciteti. Romanciteti duhet të jetë pjesë e jetës bashkëshortore. Me ato mundësi që të ka dhënë Zoti xhel xhelalu. Jo unë nuk them që ti të bësh çuditëra, po në ato mundësi që të ka dhënë Zoti, mund të bësh gjëra të mrekullueshme. Nëse ti e ke si synim. Se nëse ti s'e ke synim, gjitha të mirat me i pas dhe mundësit me i pas nuk e bën dot atë punë ashtu siç duhet.
Ama njeriu I cili ka pak shijet holl, me gjona dhe mundësi që I ka dhënë Allahu xhallal xhelalu, e krijon dhe e bën aq bukur dhe mos e lër mas dore këtë pjesë sepse ka të bëjë me qetësimin dhe rregullimin e anës shpirtërore. Falë dhe tolero kur tjetri gabon. Është normale që burri të ketë gabimet e veta, gruaja duhet ta falë dhe ta tolerojë. Është normale që gruaja të ketë gabimet e veta, edhe burri duhet ta tolerojë. Për këtë arsye pejgamberi I Zotit sallallahu alajhi wasallam tha në një rast, aty tregoj se kush është gruaja më e mirë. Se ne tham kush ishte burri më I mirë, kush është gruaja më e mirë. Tha gruaja më e mirë është ajo që kur burri është I mërzit. Se thamë ne ka burra që se lejnë do t'ja shderë mërzitin e fusin në shtëpi. Thot shkon dhe ja kap dorën burrit vet dhe ja fërkon dhe I thot nuk mund të kënaqem dhe nuk mund të jem e lumtur dhe ti je kështu në këtë gjendje. Të lutem lumturohu, të lutem gëzohu, derisa burri t'i kthehet buzëqeshja, derisa burri t'i kthehet lumturia. Kjo thot pejgamberi se më është gruaja më e mirë. Kanë vdek këto gra thotë? Jo, ka që janë gjallë. Që jeta bashkëshortore të marrë kuptim dhe vlera, nuk duhet përdor parulla që përdori populli I Musait me Musain. A e dini kush ishte parulla që përdori populli I Musait me Musain? I than Musait alayhis salatu wassalam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. I than o Musa, shko ti me Zotin bëj luftë, po e fituat luftën ju edhe ne po futemi në tokën e premtuar. Ti nuk do ta përdorësh këtë parullë, që do të thotë mos I ik përgjegjësisë. Mos në kjo është detyra jote, duhet ta bësh ti, po ti kush jeti? Ti je çifuti? Që I thu Musa çka bën lufti, po fitove ti, po fitoj dhe unë. Ja. Po kështu edhe gruaja në detyra që ka bërë, nuk do të thotë jo kjo është puna jote, s'ka më duhet mua. Ja. A nuk thot Allahu xhalla xhelalu në Kur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bashkëpunoni në të mira? Kështu që burri dhe gruaja duhet të jenë krah njëri tjetrit dhe duhet të jenë me njëri tjetrin për të përballë me sfidat, me sprovat që I sjell jeta në familje. Pikë tjetër është familja ka sekretet e veta familjare. Është normale që Zoti I Madh që e ka bërë burrin dhe gruan që të gjejnë preje dhe qetësi tek njëri tjetri dhe ne tham kjo është për mrekullive të Zotit, do të thotë se njeriu mund të mësoj shumë sekrete nga gruaja e tij, ose gruaja mund të mësoj shumë sekrete nga burri I saj. Po kështu edhe familja mund të ketë sekretet e veta familjare, muhabetet që I dinë vetëm këta të dy. Dhe kjo është gjëja më e shenjtë që duhet ruaj burri dhe gruaja. Dhe këto sekrete duhet mbeten sekrete dhe duhet ruhen. Dhe nuk bën që të dalin nga jeta bashkëshortore. Në momente që dalin dhe I merr vesh të vjera apo I merr vesh të punata, si thoni punatës ban? Bardos. Po. Momentin që del muhabeti nga shtëpia, momentin që dalin sekretet familjare, për Zotin më të prishet familja. Ai muri nuk është se pëson një çarje të lehtë, po pëson një çarje drastike Zotin e ri. Atëherë të ruhen sekretet familjare. Nëse doni të keni sukses në jetën tuaj, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, runi sekretet. Runi sekretet. Që një jetë bashkëshortore të jetë dhe një familje të ketë vlera, duhet të ketë gjëra që shprehen dhe nuk marren për mrena. Ka shumë për njerëz kur ka I halli problem, I shqetësim, I gjë që nuk shkon familje, e vun për mrena dhe nuk e thot. Dhe kjo I përkthehet në vrasësi, I përkthehet në ftofje dhe në probleme. Ky është gabim shumë I madh. Atë që ke, atë çka ka ndodhur thuje, se ndoshta mund të jetë keq kuptim nga ana jote. Ndoshta pala tjetër që e ka bërë atë veprim mund të ketë pas një arsye shumë madhore. Ç'a ndodh për shembull, vritet ai shpirtërisht, I ngel hatri e mën për mrena.
e mën përmena, dhe kur vjen momenti që shpërthen sikur me qenë bombë atomike dhe prishet gjithçka, shkatron gjithçka. Atë mos i maj gjonat përmena, po deklaroj, thuj, ora si është puna? Pse e bëna këtë veprim? Si ishte puna që u sollën në këtë mënyrë etj. Pra shprehu, mos i maj gjërat përmena. Se ti maj gjërat përmena ka dy probleme. E para se kur akumulon, shpërthimi është i rrezikshëm. Dhe e dyta, momentin që ti mangjonat përmrena, vun ti, kalon depresion, kalon stres, ose të shpifet në kancer, të shpifet në verem, të shpifet në tuberkuloza, ku dëgjon në tjerë. Kështu që atë që ke, thuje, deklarati raditulmi, si është puna, po pse, si qysh tek. Ndoshta mund të ketë, edhe ti mund të thosh po, shumë mirë pas ke vepruar, se me të vërtet pas të qenë problemi i madh kjo punë. Për shembull, të jap një rast nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njëri prej çunave të rinj, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sahabi, sa ishte martuar. Edhe ishin bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kishin rrethu fisin Beni Kurajve. Edhe erdhi vakti drekës. E gjithë dishin që ky sa ishte martuar. Tha o pejgamberi i Zotit, a më jep leje të shkoj çigani? Tha pejgamberi shko, sallallahu alajhi wasallam. Edhe shkoi ku. Kur shkoi në shtëpi, e gjeti gruan të zhveshme në borë. Sa ishte martuar, kur e zhveshme në borë, çaj çuniri etj. Hoqi shtizën e futi në hark. Momenti, e përsysh. I tha, priti tha, po ta dish ti tha se çka ka ndodhur, tha, do të bësh gjë tjetër. Dhe kapi situatën, nuk i të shkoj, çka ka ndodhur, tha, futur në shtëpi, çka ka në shtëpi. Kur u futa në shtëpi, gjeti një zgjarbër të madh nën shtrat. Që kur e kishte parë gruaja, siç kishte qenë se dalë me vrap për jashtë, normale. Sepse një ka fobi për zgjarbrit, në përgjithësi njerëzit kanë fobi për zgjarbrit. Dhe ky djaloshi, siç e kishte atë zgjarbrit në kokë. Nuk dihet të transmetosi kush vdiq i parë, djaloshi apo zgjarbri. Dhe sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë fjalën e tij të njohur, shtëpit kanë nga një banues. Kështu që mos i vrisni me një herë pa i kërkuar 3 ditë që të largohen. E nëse 3 ditë nuk largohen, atëherë mund të vrisni. E rëndësishme nuk është tema kjo, po duhet të them që mund të ketë një arsye madhore për një sjellje të caktuar apo për një veprim të caktuar apo për një shprehje të caktuar, kështu që ti mos e mbaj, mos e vuj përmrena, mos u mbyll, po shprehu, thuje, prit përgjigjen që do të japin ata, se ndoshta mund të kenë një arsye shumë të madhe. Që të jetë jeta bashkëtorë sa më e mirë dhe sa më me vlera, duhet që ti t'i kushtosh rëndësi paraqitjes. Si paraqitjes? Po paraqitjes. Si burri dhe gruaja, kjo vlen për të dy. Sepse ai burri që ka dalë sot në punë, nga mjesin deri në darkët, çfarë nuk i kanë pas syt. Dhe nëse vjen në darkët në shtëpi dhe grusi vjera qep, flokët i ka veriu jugu, a nuk është vesh mirë, qa të boja i shkret? Nëse ti vjen në shtëpi dhe i rrahë dhe i raskapit, flokët i ke katëm katë, e nuk vjen era mirë ku dëgjon e tjerë, që do të gjej gruaja këti? Gjoj këtë që ka ndodhë. Ibn Abbasi konsiderohet në islam për njerëzve më të shquar dhe dietarëve më të mëdhenj, komentatori i Kuranit e ka emrin. Deti i dijes dhe komentatori i Kuranit. Është personi vetëm që ka marrë këtë titull në islam. Deti i dijes dhe komentatori i Kuranit. Por kthehej nga udhtimi, robi kur kthehet nga udhtimi si është? I ladhi raskapit. Etj. Çfarë bën Ibn Abbasi? Nuk shkoi direkt në shtëpi. Çfarë bënte? Rregullohej, pastrohej, krihej, parfumosej, edhe njëri nga nxënësit e tij boni përshtypje, Ibn Abbasi, thonë deti i dijes, komentatori i Kuranit, bën kështu sjellë kështu çudit. Tha o profesori, tha, po ç'është kjo i tha? Tha, nëse unë dua tha që gruaja ime të jetë sa më e paraqitshme kur ta takoj, edhe ajo të njëjtën gjë për meje. Shikojmë sa gjë që nuk duhet më i lënë masdore, po duhet më i kushtu rëndësi nëse duam që jetën bashkëtorë dhe dashurinë bashkëtorë ta ruajmë gjithmonë sa më të gjallë. Edhe dy inshallah taala dhe do ta mbyllim. Për të lënë vend pastaj
ilahive dhe pastaj pyetje përgjigje. Në rregull? Po na gjejnë ai kështu që të jetë për jetën bashkëtorë. Mos ta bëna ilahi për vdekje. Ja, për jetën bashkëtorë. Mirë. Dy të fundit inshallah taala, normalisht që kjo është temë e gjerë dhe e gjatë që ka nevojë për trajtim, si më thon, ka nevojë për një seminar në vete për jetën bashkëtorë, për burrin, për gruan, për të drejtat reciproke të rëndësishme. Shifni, nëse doni që të keni një jetë sa më të suksesshme, shifni të tjerë që janë poshtë jush dhe jo ata që janë mbi ju. Dhe mos krahasoni veten tuaj apo njëri tjetrin me të tjerët. Dy pikat e fundit ishin këto. Pra, që do të thotë, jeta bashkëtorë ty të ka vendos jeta, ty të ka vendos në një pozicion të caktuar. Ti mos shif ato që janë mbi ty, po shif ato që janë poshtë teje. Pra nëse Zoti ty të ka dhënë shtëpi në të cilën jeton, të ka dhënë Zoti një makinë me të cilën ti lëviz, për shembull, apo një motor, apo një biçikletë, ku dëgjon etj. Ti mos shif atë që ka avion, po shif atë që ecën gomë. Nëse ti ke shtëpi, shif atë që s'ka ku të banoj. Se këtu e kupton ti mirësinë e Zotit dhe njeriu bëhet falëndërues për atë që i ka dhënë Zoti. Se nëse ti je falëndërues ndaj Allahut për atë që të ka dhënë, Allahu të jep mirësi dhe bereqet dhe të marrësi në të ardhmen. Nëse ti s'e ke mendin që ka që ka dhënë Zoti, po shef ka ai atje lart, as Zoti nuk e falënderon, të largon marrësinë dhe bereqetin për asaj familje. Edhe ta merr atë që ke. Dhe e fundit fare, mos bëj krahasime me të tjerët. Mos i thuaj asnjëherë gruas, po filani a di si sillet, e di si bën. Pse? Kjo është e rrezikshme. As gruaja nuk do t'i thot kur burrit, se filani ka bërë këtë punë, filani me gruan e vet kështu. Mos. Aty e ke shkatruar familjen. Sepse nuk don kur burrit ngjoj prej gruas ti që përmend emrin e një burri tjetër që filani s'ka dëshirë burri kur. Po edhe gruaja kur nuk ka dëshirë që burri i saj t'i japi shembull një grua tjetër të huaj. Nuk do. Sepse kjo çon në rënim, Zoti na ruaj. Mbetet një mesele tjetër që është si i bëhet me jetën bashkëshortore kur ka xhelozi. Dhe shumë prej njerëzve xhelozin mes bashkëshortëve trajtojnë si problem shumë të madh. Unë për vete nuk jam i kësaj pjese. Them xhelozia kur është tregon se ka dashuri. Se njeriu nuk ka xhelozi ndaj dikujt që nuk ka dashuri. Mirë, po xhelozia është si puna e kujt? Si puna e kripës. A hahet gjella pa krip? S'hahet. Ama po i hudhe shumë krip, bëhet e pahëngshme. Kështu edhe xhelozia duhet të jetë gjella me krip dhe kripa me karar. Është normale që të ketë xhelozi, po kjo xhelozi në momentin që i tekalon caqet bëhet rrezikshmëri. Dhe e fundit fare, se ngel të thonë e fundit, është gjithsecili prej bashkëshortëve ka pikat e veta që i ka merak. Trego kujdes dhe rëndësi për ato gjona që ai ka merak. Janë gjona, shumë burri ka 1, 2, 3, 4 gjona i ka merak, ato mos i prek kur. Ti e di shumë mirë që gruaja jote 1, 2, 3, 4 gjona i ka të shenjta dhe i ka shumë merak. Merak në kuptimin që i ka jo dëshirë, i ka me kuptimin i ka pikë të dobët. Në këtë kuptim përdorin ne fjalën merak. Pra i ka pikë të dobët, atë gjë që burri e ka pikë të dobët, mundohu mos ta prekësh kur, edhe t'ja shenjtërosh, dhe t'ja ruash, dhe t'ja mbrosh. Edhe gruaja, atë që e ka pikë të dobët, dhe që e shenjtëron edhe ti mundohu ta shenjtërosh dhe tregosh ndaj saj rëndësi, se kështu faktikisht i ke dhënë rëndësi kujt? Personit që këto gjëra i ka pikë të dobët dhe i shenjtëron. Si rasti i gruas për burrin dhe si rasti i burrit për gruan. Me shembull, për shembull, ka burra, Allah shpërblet shumë mirë. Ka burra për shembull, ka burra që kanë fiksim, për shembull, ka burra që kanë fiksim, le të themi, gjën ku e lejnë, aty duan ta gjejnë.
Ka fiksim. Aty ka problemi. Gjithë shka shkatrohet në familje kur ai shkon me gjet, le të themi, rripin. Ke veni vet dhe ai nuk e gjen. Gjithë shka kthehet mërç. Ka tipa burrash që kështu e duan. Gjon duan ta gjejnë aty ku e kanë lënë, kanë fiksim atë punë. Ose ka gjëra që dihet ku është parët ku janë filan vend, po janë librat, ku është kjo, ku është ai, ka gjonat e ndame dhe të rregulluara. Mundohu që këtë gjë mos ta prekësh dhe ta ruash. Se ti e di që burri jote ka fiksim këtë punë. Kushtoj rëndësi kësaj pjese. Ti e di që gruaja jote ka fiksim babën e vet, nuk don me ja përmend, sepse për shembull baba vet mund të jetë shumë problematik. Edhe ajo preket shumë ke baba s'duron gjë, se në përgjithësi gocat, ke prindrit, ke baballarët nuk durojnë gjë. Atëherë mos e prek asnjëherë babën. Mos bë 1-2 i përmend babën, ai baba ja të kësaj, s'merr vesh ai. Po ti mos ja prek, ajo ka të shenjtë, atë gjë më të rëndësishme. Çdo gjë mund të prekësh, atë mos ja prek. Pra, konsiderohet shenjtë dhe të rëndësishme atë që ai e konsideron të shenjtë dhe të rëndësishme, dhe konsiderohet të shenjtë dhe të rëndësishme atë që ajo e konsideron të shenjtë edhe të rëndësishme. Normalisht unë e thash, do të kjo është një temë e gjerë dhe e gjatë, po unë me kaq po mjaftohem, sepse këto antarët e kryesisë pa ma bëjnë me shenjë, do thonë hoç. Hajde më nësh. Zoti ju nderoft, Allahu ju shpërbleft, Allahu i bëf familjet tona familje të lumtura, Allahu mos e heq kurrë prej nesh dashurinë, mirëkuptimin, respektin, mëshirën për njëri tjetrin. O Allahu Zoti i gjithësisë, bëj këto takime dhe tubime të bekuara prej Teje o Zot. O Allahu Zoti i gjithësisë, na mundëso që kur dalim prej këtij vendi sot të dalim të falur dhe të mëshiruar. Sonte inshallah taala mbas ilahive, pyetje përgjigje do të kenë një trajtim krejt veçantë. Çdo njeri që bën pyetje sot do të marrë dhe një dhuratë. Nuk do të pyesun. Kush bën pyetje? Çfarë do lloj pyetje që ti të bësh? Do të marrësh këtë libër, dhuratë. Ky është libri i Sheh Sardit, Zoti e mëshiroft, që quhet Parime me dobi për një jetë plot lumturi. Kështu që çdo lloj pyetje, bëj pyetje për abdesin, merr librin, bëj pyetje të mosh librin. Kushdo që bën pyetje sot, merr libër. Nëse pyetja na vjen e shkruar, pyetjen që na vjen e shkruar do ta fusim në libër, edhe personi që ka bërë pyetjen i kthehet pyetja me gjithë libër. Dakord? Jeni dakord? Zoti ju shpërbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio e cila ju qetëson Radio Bendim www.radiobendimi.com